një tregtar, një tregtare do t'i këtë shkathet, që ditë bëj manovra, ditë shes, ditë fitoj shumë. Dhe të zgjedhësh një person të çiltër, të sinqert, shpesh është edhe zgjedhja jo e duhur në logjikën e biznesit, sepse po martohem me një person i cili drejtsinë ka parim kryesor, virtytin dhe mshurinë, këto nuk sjellin parë. Zakonisht këto të harxojnë pasurinë. Ndërkohë Hatixha gjen guximin që të zgjedh Muhamedit alayhis salam në këtë dimension. Sepse thash, ajo nuk kishte objektiv final pasurinë. Objektiv final kishte vlerat. Ajo i njihte njerëzit, i njihte edhe tregtarët. Normalisht çdo tregtar ka për qëllim parsor që të fitojë sa më shumë. Profeti alayhis salam, po dhe ai ishte tregtar. Po dhe ai, më thënë, nuk do të bënte tregti për të humbur në tregtinë e tij. Po dhe ai kishte objektiv parsor pasurinë dhe fitimin. Kështu që ato, le të themi, u bashkuan, u puqën dy vlera në dy kahje të ndryshme. Secili gjeti tjetrin, por nuk është asnjëri s'u martua me tjetrin për pasurinë. As profeti alayhis salam s'u martua me Hatixhen sepse ai ishte e pasur dhe do t'ia përmirësonte, do t'ia rregullonte jetën, po as ajo nuk u martua thjesht me një person i cili ta dëgjonte atë dhe t'i bindej. Të dy pan vlerat. Edhe ishin pikërisht to vlera që i bashkuan dhe që bën ato që quhet martesa më e suksesshme, saqë ne në duat e hoxhallarëve të vjetër ka një dua shumë të bukur kur bëhet lidhja e nikahut, thotë o Zot bashkoj këtë çift të bashortë dhe bashortë siç ke bashkuar Ademin dhe Havan dhe Muhammedin dhe Hatixhen Kubra, do të thënë Hatixhen e madhe. Sepse këto janë martesat e suksesshme, që janë mbi bazën e vlerave, mbi bazën e virtyteve, domethënë. Edhe ka qenë një martesë shumë e suksesshme, martesë e cila pati shumë bekim. Të gjithë fëmijët e profetit sallallahu alaihi wasallam përveç Ibrahimit, i cili vdiq i vogël, të gjithë janë nga martesa me Hatixhen. Sa që e martuar me të, nuk u martua me asnjë bashortë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam.